një makinerie të pistë elektorale të Ramës që përdori gjithë resurset. Po nuk është kjo çështja, natyrisht ne do ta analizojmë. Ne do ta analizojmë mandatin e 4 e humbëm nga votat e diasporës. Do ta analizojmë me përgjegjësi, me përgjegjshmëri, me ndershmëri, me korrektësi. Zoti Leska, por nuk duhet ta harroni, Rama ka prishur çdo raport institucional në Shqipëri. Ka shkatruar institucionet e shtetit, i ka vënë në shërbim të zgjedhjeve, i ka vënë në shërbim të një fushate jo të drejtë, jo të ndershme. Kjo është pasojë më e rrezikshme për shqiptarët. Unë jam krenar për gjithë demokratët e Vlorës, për qindra mira të rinj, për ata të rinj, për ata demokratë qëndrestar që mbrojtën votën, luftuan për votën, numëruan votat, vazhdojnë dhe tani që punojnë për demokracinë, për PD-n. Zoti Leska, ju keni qenë drejtues i lartë i shtetit shqiptar. Keni drejtuar KLSH për disa vite. Këto që juve thoni, pra përdorimin e administratës dhe të gjitha akuzat që bënin ndaj maxhorancës, a nuk i dinit përpara zgjedhjeve? I dinim, i kemi deklaruar, i kemi shkruar, edhe në pozicionin e ndaluar? U përpoqëm, kemi luftuar, të gjithë duhet të luftojmë. Kundra sektit Rama që mos të shndrohet, ai shndruar tashmë në regjim, po që të mos na nënshtroj të gjithëve duhet të bashkohemi të gjithë, edhe ju si gazetar. Ju e keni bërë dhe unë ju falenderoj, po duhet të bashkohemi të gjithë edhe duhet të gasmoni pak edhe ata pronarët tuaj shërbëtor të Ramës. Nuk e keni betejën me pronarët e mediave, zoti Leska. Betejën e keni me maxhorancën socialiste. Nëse shikoni betejën me televizionet, atëherë keni të humbur. Po jo më ke gabim. Kush pra unë betej me televizionet, për kundrazi unë kam respekt. Në veçanti për ju si gazetar. Në 2020 por ndaj kësaj të keqes që ky është një Putin i vogël, ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Putin i vogël do të atakoj Macronin pas nesër. Po s'ka rëndësi, edhe Putin në mas e takon Macronin. Zoti Leska, ju flisni për masakrë elektorale, po pa nisur mirë fushata elektorale, ju ikën nga forumi rinor i Partisë Demokratike, jo pak. Ju ikën shumë të rinj. Ata kanë qenë 3-4 veta. Ata keni ju përgjegjësi si drejtues politik i qarkut për shkak të gjithë largimeve që pati nga radhë demokratike. Ata të rinj Jo humje, vjedhje totale. A keni